Për 5 vite, Kosova importoi rreth 1 miliard euro energji elektrike, 259 milion vetëm në vitin 2025. Në vitin 2023, pati rritje të çmimit të rrymës për 15%. Në vitin 2024, pati ulje të tarifave prej 8% për konsumatorët familjar për vetëm ata që shpenzuan mbi 800 kW. Në vitin 2025, sërish rritje çmimit të rrymës për 16.1%. Në vitin 2026, kërkesa për rritje është hiç më pak se 21.5%. Dështime të njëpasnjëshme në prodhim të energjisë elektrike, rënje e blloqeve si asnjëherë më parë në historinë e Kekut, transaksionet milionshë të ambasadorit Martin Berishaj nga Geni në Beograd. Kompania fantome NOA e Gentian Sulës që vjeli miliona euro vetëm për transport e energjisë. Ndikimi i mafijas energjetike në krye me famkeqin Vukhamović. Kalimi në treg të lirë pa asnjë procedurë organizative paraprake. Shumë. Përbes shumë, ndoshta edhe e kam harruar ndonjë. Krejt këto hajni, dështime e pazare multimilionshe, pas çdo viti pasues na u faturohen e shpërndahen në faturat e energjisë elektrike. Pra krejt këto bëhen në kurriz të qytetarëve. Mirë po, a do ta përballojnë qytetarët edhe një rritje të re të çmimit të rrymës? Prej më shumë se një muaji, qytetarët janë në alarm për një tjetër shtrenjtim të energjisë elektrike. Rritja pritet të jetë mbi 21%, do të ishte më e madhja deri më tani e katërta brenda 4 viteve. Nesër, kundër shtrenjtimit të energjisë elektrike do të mbahet edhe një protestë e organizuar nga kolektivi për mendim dhe veprim feminist, së bashku me organizatën Përpjekja. Protesta fillon nga ora 1 përballë objektit të Kecit dhe përfundon tek objekti i qeverisë. E këta të fundit, siç thot populli, çele guri gojën. Ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli, e gjendur përballë gazetarëve, nuk pranoi të komentonte për rritjen e çmimit të energjisë pa u publikuar vendimi i ZRE-s. Por çfarë mund të bëhet pasi të merret vendimi, zonja ministre? Ndërsa ZRE konfirmoi për Infokos se po, do të ketë rritje të çmimit, por procesi është ende në fazën e shqyrtimit të aplikacioneve nga kompanitë e energjisë dhe nuk është vendosur për përqindjen. Por sa kanë kërkuar rritje kompanitë e energjisë, kompania kosovare për furnizim energji elektrike, KESCO, ka kërkuar rritje mbi 21.3% për vitin 2026. Arsyeja sipas tyre është rritja e kostove dhe sigurimi i furnizimit. Sipas aplikimit në ZRE, KESCO kërkon që të hyrat maksimale për vitin e ardhshëm të jenë 528.78 milion euro. Vitin e kaluar, KESCO kishte kërkuar rreth 448 milion euro, mirëpo ZRE kishte aprovuar rreth 436 milion euro. Si arsye për rritjen e kërkuar, përmendën shpenzimet operative, importi i energjisë, sigurimi i furnizimit në dimër dhe rritja e pagave. Ndërsa, edhe KEC ka kërkuar më shumë, 235 milion euro të hyrat maksimale, 21 milion më shumë se kërkesa fillestare e vitit të kaluar, apo 214 milion. Vitin që lan pas, ZRE kishte aprovuar vetëm 180.6 milion euro, ndërsa KOST ka kërkuar që të hyrat maksimale të jenë mbi 99 milion euro. Vitin e kaluar kishte kërkuar rreth 102 milion, kurse ZRE kishte aprovuar vetëm 88 milion euro. Pra, kompanitë e energjisë nuk janë fajtore pasi të gjitha ato që i përmenda më lart kanë ndikuar që ato të bëjnë kërkesën për rritjen e çmimit të energjisë, e cila do t'i faturohet pra kujt qytetarëve. Vendimi nga zyra e rregullatorit të energjisë pritet të merret në muajin mars, por mund të vijë edhe më herët. Rritja, nëse miratohet, hyn në fuqi në muajin prill. Pra, fatura e re me rritjen e 4 të çmimit të rrymës qytetarëve ju shkon në muajin prill.